që për këto 3 çështje të rëndësishme, unë jam me Zylftar Bregun dhe Ilir Ali Mehmetin studio. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Faleminderit që jeni me mua në studio sot. Zoti Bregu, do ta nis me ju për çështjen e Akshit fillimisht. Sepse në herë daljen e fundit që keni qenë po në këtë studio, më keni lënë disa gjëra që unë i konsideroj pezull. Po edhe për një arsye tjetër. Sot kolegu Rusta fliste për një yacht që Ermal Beqiri e kishte në vlerën e 1.5 milion euro që ishte zgjedhur ta vendoste pikërisht në emër të dikujt tjetër dhe çështja e pasurisë, sepse kur flasim për Akshin, flasim për krim, flasim për pengmarrje, flasim për policitë e inkriminuar, flasim për nga 2 bën 4 shifrat në miliona euro, flasim për verë shumë shtrenjtë, flasim edhe për jahte sot. Kur flasim për Akshin, unë mendoj që flasim për 3 gjëra tjera më të rëndësishme për te këtyre që thatë ju, flasim për një mbivendosje ose një njësim midis krimit të organizuar, biznesit dhe politikës. Pra, ky është problemi, kjo është logjika, këto janë argumentat për të cilat unë ju thash herën e kaluar që është dosja më e rëndë dhe më e rëndësishme e historisë tranzicionit. Pastaj këto janë detaje, të cilat sigurisht janë detaje ilustrative që bindin opinionin publik për çka është thënë deri tani nga opozita, për çka është thënë nga media investigative, për çka është thënë nga zoti Arben Ametaj, nga Ratia. Pra thjesht janë ilustrime që vërtetojnë ato çka janë thënë, akuzat që janë thënë, diku të përgjithshme, diku detajuara etj, por tani këto raste të cilat vinë nga kamerat e zotit Agasi. Pra thjesht vërtetojnë ato çka ilustrojnë, vërtetojnë ato çka janë thënë. Në këtë kontekst të bërjes një të krimit organizuar, biznesit dhe të politikës, situata bëhet më e delikate, përderisa kemi parasysh një institucion i cili ka, le të themi, të gjithë qeverin, po jo në formatin real, po në formatin digital. Pra është i Albania, dhe kjo pastaj e bën... Sot s'punon të asgjë, ka të ditë që s'punon? Ka disa ditë që s'punon, ose punon me hope, dhe kjo pastaj e bën më të frikshme gjën, sa i përket sigurisë kombëtare, interesit kombëtar etj. Sa i rrezikshme është bota e krimit aty? Pra, kaq inkriminuar është çështja për të më çështje parash? Jo, nuk mendoj që është vetëm çështje parash, sepse po të ishte vetëm çështje parash, ato do të bëheshin në një formë tjetër dhe mbase me një institucion tjetër. Mendoj që është më e thellë. Korrupsion. Po, mendoj që është më e thellë gjëja, do të shohim se sa Spaku do të arrijë të depërtojë, të shkojë deri në fund. Mendoj që ka informacionin e duhur të nevojshëm për të shkuar gjës deri në fund, për të bërë qilizëm, si i thonë fermerët, por do ta shohim. Është sapo ka filluar kjo telenovel që mbase do zgjas më shumë se 100 vitrinat. Ashtu. Çfarë është Akshi? Çfarë shikoja unë? Ato që përmenda në fakt me zotin Bregu, po tek dosja, se na ka rënë dorë dosja, shikonim që nga 2 bësh 4 milion. Pastaj jahte, pastaj këto gjëra tjera, dhe ajo që më bëri më shumë përshtypje është se që Mirlinda Akërçanaj është në krye të këtij institucioni dhe ka parat tona në dorë dhe për takime private apo për orekse apo për arsye kërcënimi ta zgjidhin vet, është një gjë, po antarët e KVO-s që janë këto poshtë, mos të jenë jurist, kanë firmosur çka i kanë vënë pare, dhe këto nuk po i them unë, janë tek dosja dhe janë dëshmi tek ato që kanë rënë në dorë të qytetarëve. Pra, një sistem nga koka dhe i destinuar të jep përshtypjen, i ngritur për të shërbyer pak njerëz dhe për ta vjedhur nga fillimi deri në fund. Dhe me njerëz që marrin 700.000 lekë vjetra, shkojnë firmosin atje, nuk janë as jurist, shkojnë e deklarojnë pastaj edhe kur i pyesin atje që ne s'dim se çfarë na vun përpara. Marje peng, policë që punojnë për grupet kriminale dhe i thonë një biznesmeni ti, largohu mos hyj aty. Ato filmime që na tregojnë më shumë se 100 vitrinat, se ti, mund të kem harru shumë. Ka një moment tjetër, lëri lekët, dhënat, dhe kjo është e frikshme, të dhënat. Po ku shkojnë këto dhëna?
Ose grupe nga Elbasani, që shërbenin si lavatrice për pastrim parash? Po. Pa tjetër, ka një sër çështjes, le të mundohemi të kapim me radhë. Radhë parë. Akshi është agjenci direkt nën kryeministri. Po. Varësi direkte. Nuk ka asgjë ndërmjet kryeministrit dhe Akshit. Është direkt e lidhur. Edhe kështu si lokacion, është kebaçja pasme e kryeministrisë. Është direkt aty pas. Kjo tregon rëndësinë e madhe dhe varësinë e madhe që do duhet kishte nga kryeministria Akshi. Situata ku ky Akshi është mbrojtur me çdo kush me gjithë ato gjërat që kanë ndodhur gjatë viteve dhe ka qenë një nga drejtoreshat më afatgjatë kjo. Apo jo, mos gabojmë neve. Është pikërisht për këto arsye që ka pasur nga mbrapa. Dhe këtu çështja nuk është thjesht monetare. Patjetër që është dhe monetare, por çështja kryesore këtu është një element kyç. Këtu është si ka hyrë krimi në qeliz qeverisë. Sepse ka pas dëme monetare dhe me koncesionet, i kemi diskutuar neve këtu, dakord? Po këto janë vjedhje, po themi nga qeveritar, pa një përfshirje të krimit brenda, kurse këtu shohim që në fakt ishte krimi ai që organizonte gjithë këtë. Patjetër përfitonte edhe para. Përfitonte para, patjetër. Po elementi kyç që kemi parasysh aty, çfarë është Akshi? Akshi ka çdo të dhënë disponibël. Futet në çdo lloj të dhëne, jo vetëm individuale. Po të kontrollit kufive, po të kontrollit doganave, po të kontrollit të burgjeve, po të kontrollit çdo lloj informacioni elektronik, kudo, çdo lloj kontrolli. Kjo është pse arsyeja e krimit të organizuar ishte ta kishte nën kontroll Akshi. Sepse ka kontroll praktikisht shtetin. Pse s'u fut për shkak të koncesionit sterilizimit? Pse s'u fut? Kishte para dhe këtu, patjetër. I morën tjetër kush të para. Ku ka para, por nuk është pjesa kyçe paraja. Pra ne përveçim për te korrupsionet. Është të mbrosh dhe të organizosh më tej krimin organizuar. Kjo ta shtyp përmes qeverisë, pse këtu qeveria është e kapur. Pse ju a them këtu qeveria është e kapur? Po të shohim neve aty në elementet e dosjes, kemi, ju e përmendët pak më parë, policia është përdorur për të marrë peng një qytetar. Ky qytetar ka 500 zezat e veta dhe ka punë të veta me drejtësisë. Por është një qytetar dhe kur të merr peng policia, ku ankohet një qytetar i Shqipërisë? Kur policia, kujdes, mos t'i vejmë gjithë policinë një thes, në mënyrë absolute. Elemente që kanë infiltru policinë e shtetit. Ky ishte shefi numri 2 i Tiranës, dhe ishte shefi krimeve. Elementi numër 2, që të arrish dhe të kesh akses në këto lloj tenderash, në këto lloj kërkesash e tjera, duhet të kesh certifikata sigurie kombëtare. Që janë pikërisht për të siguruar që nuk ke infiltrim nga agent huj jashtë Shqipëria apo nga bota e kriminalitetit. Patjetër, po. Dhe këta vetë pas kanë certifikatat e sigurisë. Tash certifikatat e sigurisë kush ja dha atyre? Ja dha prap shteti. Si ja dha? Pra nuk e dinte që kishte botën e krimit brenda dhe i dha certifikat sigurie? 2. 3. Kemi ndosje është shumë qartë paktën kërcënime ndaj një ministri. Po. Pakta i ministri, po diskutohet dhe ministri më parshëm, Ilir Beqa. Jo, edhe ministri brendshëm. Edhe ministri pra, kemi këtu... Edhe Gjiknuri, edhe kush dele aty, apo përveç... Zoti Taulant Balla. Nuk është Gjiknuri aty? Jo. Apo janë ndër... Kërcënime për ministri. Po çfarë ishte Taulant Balla? Ministri brendshëm. Pra, këtu kemi një botë kribi që kërcënon pas një lloj problem ministrat, dhe ministrat që janë të veshur me pushtet, ministri brendshëm, llogarisim pushtetin që mund të ketë. Dhe ne nuk kemi dëgjuar që këta të jenë drejtu institucioneve, nuk kemi dëgjuar që këto të kenë kërku diçka të caktuar nga prokuroria, të kenë bërë një kallëzim e tjera. Për çfarë arsye se kanë bërë? Se kanë pas frikë, se kanë qenë bllokum, se s'kan pas mundësi. Tash kur një ministër me një fuqi kaq të madhe nuk i bën dot ballte, po një qytetar i thjeshtë. Dhe pyetja shtrohet, kjo kapje që nga deri ke ministri brendshëm, a shtrie deri ke kryeministri? Se këto janë pyetjet që ne duhet bëjmë. Element tjetër, shohim tek ato përgjime. Ato që kanë dalë, që është dosja mbi 200. Ajo audiovizivet, ajo kamera famshme. Shohim shumë qartë që aty, përveç drejtoreshës, aty shkoshin deputet, aty shkoshin zyrtar të lartë shtetit, aty shkoshin zyrtar të lartë policisë. Shne, si ka mundësi? Se dakord, një
mund të ketë lidhje fisi, shoqërore, e tjera dhe ka qëllu. Takim privat. Ka shumë njerëz të gjithë këtu është sepse organizimi i këtij shteti është bërë i bazuar mbi krimin. Dhe këta shkojnë këtu sepse këto shkojnë ke punëdhënësi vetë. Këta janë njerëz që janë infiltruar prej tyre në pozicione të ndryshme shtetërore, pikërisht për kontrollu shtetin në favor të botës kriminalitetit. Të lejuara krejtësisht nga i pari tek i fundit nga Edi Rama. S'është e pamundur kjo gjë mos ndodhi dhe mos i ketë syt aty ai. Është direkt agjencia vet. Punon për të, direkt personalisht, sado ai ta shes që është nën Këshillin e Ministrave, është e kryeministrisë. Dhe kështu është. Dhe këtu tashti neve kemi gjithë këto figurat lartë shtetit që shkojnë dhe askush nuk dinte asgjë deri sot. Dhe se u bë çik emblematike, se ka dhe simbolik çështja, u bë çështja verës. Ku ishte fshehur ajo mes Tiranës. Pra gjithë këto gjëra janë gjithë në sytë të gjithëve, po nuk i vikari askush. Dhe pastaj na thonë që jo po na sulmun ku diun iranianët, jo po i Albania sot spunon për këtë arsye, për atë arsye etj etj. Jo po dhënat e Timsit u fshin, jo po ku shkun, jo po si ikën e me radhë. Këtu është sepse disa njerëz të veçantë duan të fshin disa informacione të veçanta apo duhet të kontrollojnë disa informacione të veçanta që shërbejnë botës errët. Kjo është realiteti. Dhe ne kemi një shtet që është ngritur mbi themelet e krimit. Dhe nëse neve nuk e kuptojmë këtë, ne do bëhemi ja përpara nga ky drejtim. Kemi një situatë tjetër, se kujtoj që kjo nuk ishte çështja e parë që ishte ngritur për këto emra. Kishte një situatë me situatën e kontrabandës duhanit. Këto korrik, zyrtare spak dhe pamjet që tash po shoh mbas jush janë të bëra të marra atëherë. Po se ka shkuar disa herë në fakt Ergysi, po. Dakor, pra, se çështja këtu lihen të trashën derisa bëhen madhore dhe si ndodhi kjo. Po patjetër ndodh me hapa kjo. Ndodh me proces, shkallë mas shkallë, po ti se ndale ke shkallë e parë, se ndale ke shkallë e dytë, se ndale ke shkallë e tretë, po patjetër do shkoj për lart kjo situatë. Do trashet. Dhe vumre kontraband duhani, hynte ky duhani dhe dilte jashtë, nuk hynte prodhoi këtu dhe dilte jashtë. Merreshin para, përfitoheshin para, krim po hetohet. Nga krahu tjetër hynte verë po kontraband, pra dilte duhan dhe hynte verë. Dhe Agjencia Doganave, se nuk e përmend njeri aty, ndosja është, janë 39 doganierë ka ajo dosja e duhanit që po heton spaku, por nuk e përmend njeri. Pra, doganat ishin të përfshime që aty. Dhe tashti del dhe i gjejnë këtë mallin që ka hyrë pa dogan, thonë që është bërë dëm shtetit kaq qindra mijëra euro me radhë, dhe vera zhduket sepse po të njëjtit njerëz do e ruanin. Këta që lejuan daljen e duhanit kontraband, ata që lejuan hyrjen e verës kontraband, to do ta ruanin tani dhe çuditërisht kjo u zhduk. Sepse ti në mënyrë të vazhdueshme, ti si shtet, jo si ti si shtet, i ke varë mëlçit në qafë ujkut. Dhe nëse neve lejojmë këtë gjë të heci e pandëshkuar, neve praktikisht do themi që kjo shteti jonë praktikisht është dorëzu. Shteti jonë nuk është më shtet, është i rënë apo i kapur, vjen i emri si doni, por nuk bën më punë e shtetit dhe gjësi ta përfundoj edhe një herë. Të lutem. Prandaj parimi i vendosjes gjitha gjërave nën Akshin, ai shteti digital i famshëm etj etj që ne kemi diskutuar që herët që nuk ka takat Shqipëria ta bëjë dhe kjo nuk bëhet dot dhe kjo do kthehet në bumerang dhe ja ku u kthy. Ishte realitet jo një vizion drejt një Shqipërie digjitale siç shitet. Ishte realitet një vizion dhe një Shqipërie të kontrolluar nga bandat kriminale. Me verën, lehi e dyshimi edhe çështja e serverit? Se u fol për një server aty? Me verën lehi e dyshimi së pari, mungesa e një procedure, respektimit të një procedure të ruajtjes së një sipërfaqeje që është objekt i dyshuar për veprimtari kriminale dhe për procedurën e ruajtjes së një hapësire fizike që është i dyshuar për veprimtari kriminale ka një procedurë, ka një protokoll, ka disa struktura të angazhuara që janë policia, doganat e tjere tjere. Pra, së pari lë këtë hije dyshimi. Si ka mundësi hije dyshimi që këta i shërbyen, mos janë njerëz të Ergysit? Po, si ka mundësi që këto struktura përgjegjëse që kanë detyrimin ligjor për të administruar, për të ruajtur, për të mbajtur në gjendje sa më natyrale këtë sipërfaqe gjeografike, objekte, ku diun se çfarë,
nuk e kanë përmbushur detyrimin e tyre. Dhe këtu fillon hija e dyshimit se mos brenda sipërfaqes ku kishte shishe vere ka pas edhe objekte të tjera që do ta ndihmonin prokurorinë në këtë hetim, ose që do ta ndihmonin grupin kriminal për të fshehur veprimtarinë e tij kriminale. Pra, këtu gjithçka mjegulla fillon dhe bëhet më e ngjeshur. Pra, e kuptoj. Kam një pyetje tjetër që më shkon në mend nga dosja. Kur Geron Meçe është marrë peng, i është paraqitur një dokument, nuk e them unë, është aty në dosje, i Byros Kombëtare të Hetimit. Ka gjasa që dhe ato aty janë të përfshirë në këtë çështje, apo është çështje falsifikimi, dhe nëse është falsifikuar, po ku është falsifikuar? Nuk është e mundur kjo gjë, që tjetë e përfshirë. Po pyes me që është duk vera, më shkoj dhe ky element, se e përbalt kur ti shkon me një dokument të Byros Kombëtare të Hetimit, ose e çbën besimin e opinionit publik. Patjetër, mbase BKH-ja dhe SPAK-u do duhet që të mbajnë një qëndrim në lidhje me këtë, po unë nuk kam pikë dyshimi që nuk ka njerëz të Ergysa Gasit aty thuati. Nuk mendoj, sepse personat që janë paraqitur me makinë kanë pas edhe këmish xhup me logon e BKH-s, po kjo nuk do thotë që ja kanë marrë atyre. Në Shqipëri është relativisht akoma e lehtë që të falsifikosh çdo gjë. Është akoma e lehtë, jo sa 2 dekada përpara, 1 dekadë e gjysmë përpara që mund të falsifikohet çdo gjë, por akoma vazhdon të jetë e lehtë, pra grupet e krimit organizuara prap mund të falsifikojnë. Nuk kam asnjë pikë dyshimi që strukturat e BKH-s të jenë përfshirë në këtë aktivitet kaq të dukshëm. Kjo nuk do thotë që atje brenda mund mos ketë gjëra që ja vlen të hetohen e tjera të rregullohen, por nuk mendoj kurrë që strukturat e BKH-s të jenë të përfshirë në këtë aktivitet kaq të dukshëm. Një pyetje tjetër shumë shkurt, por që nuk ka lidhje me rastin konkret, por meqense këtu çështjet u bën kaq të mëdha. Për shembull, ka pasur një operacion para 2 ditësh me 32 individ, 22 urdhër arreste, shpërndanin drogta dhe kishin një hartë të konsiderueshme të Shqipërisë, besoj e njohur me këtë lajm. Dhe ajo që na bëri përshtypje është drejtori i kompanisë Uan, se këtu s'ka më çuditëra, ishte i përfshirë pikërisht këtu. Po si është e mundur, se pra dhe bën pyetjen e mos në SPAK kemi njerëz nga këta, sepse këtu po dalin që dhe kompanitë, për shembull, që janë kompani private, që ty sta pret mendja, ai një drejtues, një person shumë i rëndësishëm, përfshihet në këtë hartën e shpërndarjes së drogës, që ishte një rrjet, tani e cënon kompani, ose çfarë po ndodh në filozofinë e të bërit aktivitete biznese këtu në Shqipëri? Shiko, çudia që është në Shqipëri është se s'ka më çudi. Ne pas çdo çudie themi që kjo është e fundit, por na vjen një tjetër më pas që Çfarë do të thotë për Uanin që drejtori vetë është në këtë pjesën këtu? Më thuaj pak si në imazh, se këto janë kompani. Po shiko, këtu bindja e publikut është që nuk ka biznes të pastër, kështu që nuk është se e vret shumë atë imazhin e asaj kompanie. Megjithatë, varet edhe si do shkojnë këto hetimet, përfshirja e tij midis veprimtarisë private dhe veprimtarisë kompanisë, pra duhet parë dhe gërshetimi midis aktivitetit të tij privat dhe ndikimit që ka ky aktivitet privat në drejtimin e kompanisë. Sigurisht që është një gjë e tmerrshme që tregon se njerëzit që zgjidhen në poste kyçe u mungon ai filtri që ka të bëjë me integritetin dhe me integriteti është shumë i rëndësishëm në drejtimin e një strukture, kështu që kjo as në shtet dhe as në privat nuk merret konsiderat. Tani, rikthehemi pak tek tema jonë, se unë kalova në kuadër të analizës dhe të ngjarjeve që ne trajtojmë. Zoti Ali Mehmeti, bjem dakord që këtu kemi probleme shumë të mëdha që SPAK po kryqëzon njerëz shumë të rëndësishëm me shpresën që po i jep fund të gjithë këtij korrupsioni. Por unë do të shkoj tek Partia Demokratike, që shqiptarët të shpresojnë që këtu po merr fund dhe mund të shkojnë deri aty ndoshta edhe tek rrëzimi i Ramës, duhet të kenë një alternativë përpara. Ju, kur them ju, Partia Demokratike, bët një protestë kombëtare, që disa thonë kishte 2000 veta, disa thonë kishte 5000, po pak rëndësi ka, ishte një protestë aty, por që kritikohet për ofertën. A jeni ju, pra Partia Demokratike, jo ju si Ilir, të gatshëm që shqiptarëve të jepni një ofertë me një qeveri në hije,
apo vazhdon Partia Demokratike, apo bën këtë betejën e brendshme, kush ka forcën, dy nga radhët tuaj po zihen kush është i lidhur me botën, kush ka Suel Çelën pas dhe kush jo, po flas këtu për zonë Sala dhe për debatin e fundit publik me Flamur Nokën, ndërkohë këtu kemi këtë zullumin e madh që shqiptarët besoj duhet ndjenjë nuhatje, edhe kur ju vjen atje në protestë, thonë po, këta janë qeveria e ardhshme. Dhe kështu ka ndodhur gjithmonë në historinë e politikës. Ata dalin, mbushen sheshe, protesta është për shkuar për te PD-s, për shkuar tek GRI, për shkuar edhe tek elektorati GRI dhe tek socialistët e paknaqur. Jeni ju gati për ta maksimizuar për ta çfarë na tregon PD-ja? Ti nisi me radhë se këtu kisha disa çështje. E kisha me konstatime. Çështjet që kanë personale njëri me tjetrin, ti zgjidhni njëri me tjetrin personale, nuk ka pse. Po si shërbim PD-s për këtë solla unë. Nuk ka asnjë lloj shërbimi aty. Dalim nga çështjet e rëndësishme. Me çfarë po tregon Edi Rama, me çfarë skandalish po ndodhin ditës, që po zbulohen se nuk ndodhin tani. Këto po me dalin vite si kanë qenë aty, po po. thjesht po i gjejmë, dhe këto po i gjejmë fal spakut, jemi të qartë. Kaq. Një orë më para i duhet hikje, dorëzohet, dorëhiqet, largohet, hidhet, merrni ju foljen si doni, po i duhet largu. Protesta nuk ka as 2 as 5.000 vetë, se shifni juve vetë se si është sheshi plot, dhe kemi qartë neve, s'ka rëndësi, nuk hyun ke numrat. Jo, unë citova ato që janë thënë, sikur se po ta thoni ju një shifër sot, unë do ta citoj prapë. Jo, njeriu shqisë më të fort ka shikimin. Kjo është pamja. Nuk ka shqisë më të fort numrimin njeriu, ka shikimin. Kjo është pamja. Po da shumë shikimin tim apo në opinion pastaj. Unë s'do të jap opinion, s'do të përfshijë. Pamjet flasin vetë. Se pastaj dal prapë në debatet e brendshme. Pamjet flasin vetë. Tash edhe një herë. Njerëzit në radhë parë dalin për të rrëzuar Edi Ramën. Po. Për të garantuar zgjedhjet lira dhe të ndershme në Shqipëri, dhe më pas, unë e kam thënë shumë qartë, mund mos jesh më me Partinë Demokratike fare. Po neve na bashkon që së bashku të hedhim Edi Ramën dhe pastaj nesër ti ndoshta hedh votën një parti tjetër opozitare që ty të bind më shumë që të jap alternativë më mirë, ndoshta ty. Unë mendoj që Partia Demokratike është, po ndoshta dikush dha një alternativë më të mirë. Çelësi numër 1 është Edi Rama të largohet një orë më parë. Më pas këtë zgjedhjet lira të ndershme dhe oferta më mirë le të fitoj. S'ka asnjë problem aty. Patjetër PD-ja ka detyrën e vet si lider e opozitës, të jetë e para në këtë drejtim. Dhe për të bërë një alternativë qeverisë, që ne kemi diskutuar sa herë, kjo fillon nga riorganizimi i Partisë Demokratike që ndodh pranverën që vjen. Për 2-3 muaj do ndodhi kjo. Këtu do jemi, jam bindur do më ftoni prap do flasim për këtë. Dhe është e rëndësishme kjo që ju thoni, kur alternativa qeverisë është e mirë, përqafohet nga njerëzit. Kur është më pak e mirë, përqafohet më pak. Por kjo s'do të thotë që s'ka dhe partije tjera që punojnë. Unë shpresoj që gjitha të mblidhen një front përbashkët dhe të krijojnë një emërus përbashkët për të bërë rotacionin e madh politik. Kjo do ishte sugjerimi dhe mbështetje. Po ato e treguan se çfarë ishte test ky i fundit. Ishte ashtu, do kishin dominuar, s'ndodhi. Sido që tjetë, unë mendoj që çdo faktor opozitar, qoftë dhe krejt dhe më i vogli, duhet bashkuar një front se ka një të njëjtin objektiv. Po kjo i takon pastaj një platformë që do vendoset më pas. Në këtë moment këtu, ne kemi një situatë, po duhet jemi dhe të ndershëm me njerëzit. Nuk është se mjaftojnë vetëm protestat për largimin e qeveria apo për shkaktuar rotacione politike. Nuk mjaftojnë thjesht kaq. Nuk është thjesht kaq, mos ta kujtojmë veten që kaq ishte, këto janë ingredientët dhe u kry kjo punë. Jo. Nuk ka një vend botës, se kjo nuk është demokraci funksionale. Kjo është nga autokracia në diktaturë, hajta vendosim gishtin ku ndodhemi. Po demokraci funksionale nuk është. Qofse ne mendojmë që thjesht me votë, me alternativë qeverisë, etj, nuk arrin. Jo. Kjo arrihet me një çiftim interesash përbashkëta brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Që do të thotë një mbështetje ndërkombëtare përkundrejt një interesi përbashkët për të çuar përpara këtë vend, i cili është një vend antar i NATO-s. Me Berishën në ngrata e bëjnë dot? Interesi përbashkët pastaj ulen faktorët dhe diskutojnë njëri me tjetrin. Por duhet të çiftohen këto të dyja. Sepse të jemi shumë qartë, nuk ka rënë asnjë diktaturë, jo në Europë lindore, por në botë, nuk ka rënë dot me votë të lirë. Sepse nuk bie dot ashtu. Duhet çiftim i të dy komponentëve dhe kujtoj edhe Shqipërinë. Pse mendoni ju që ka ndodhur ndonjëherë rotacion politik Shqipëri pa fol partnerët tanë strategjik? Jo, dakord, po. Gjithmonë rotacioni politik ka ndodhur. Kemi bllokuar me Berishën ata, sa ta zbashpunojnë ndoshta me Berishën. Unë mendoj që duhet ulet tavolinë dhe ka një vendim të fundit, mos gaboj unë, të javës fundit. Se nga njëri krah, Partia Demokratike ka ecë me mbështetjet ndërkombëtare, por kjo është fol mjaftueshëm për sa i përket gjitha rezolutave që ka marrë. Nga krahu tjetër, ama para një jave, ju e dini që është miratuar
ai që quhet buxheti i mbrojtjes, po themi, i Shtetet Bashkuar të Amerikës, i cili njëkohësisht është de facto është udhërrëfyesi i politikës jashtme që do ndjekin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se kjo është de facto. Dhe për Ballkanin Perëndimor dhe veçanërisht për Shqipërinë, ato thonë futen në një emërus përbashkët, pra konsiderohet si një demokracia, korrupsioni, trafikimi i drogës, cilët i ka dhënë vëmendje të veçantë administrata Trump, por dhe media. Futen të gjithë dhe siguria kibernetike. Futen të gjithë në një koncept të vetëm stabiliteti dhe paqja në rajon. Sepse ne sot jemi një vend i NATO-s, i cili nuk po siguron do të jetë i sigurt as brenda vetes vet. Pra hykan elementet kriminale në qelizën më të lartë të shtetit. Edhe me certifikata sigurie. Po nesër një agent anti-NATO nuk hyka kaq kollaj këtu? Hyqet çka me të. Pra interesi i përbashkët, mendoj unë, në thjeshtësinë time, pra nuk po e jap si sekretar se disa mendojnë që janë lidera global. Jo, nuk e mendoj të atil. Po në thjeshtësinë time mendoj që një shtet i NATO-s nuk mund të jetë hallka e dobët e zinxhirit, dhe do duan ta forcojnë pozicionet e tyre këtu. Dhe do ketë veprime gjatë javëve dhe muajve në vijim, shumë pak javëve dhe muajve. Ata kanë partneri i tyre është Edi Rama. Thoni ju, po pastaj kur gjërat ndodhin, po kjo si ndodhi. Ka procese. Dhe mënyra si ata flasin janë të qarta. Ka folë Osobe Odiri për zgjedhjet, se demokracia fillon nga zgjedhjet. Ka folë Këshilli i Evropës për zgjedhjet, nuk ka folë Departamenti i Shtetit për zgjedhjet, se thotë ne nuk flasim për zgjedhjet, konsiderojnë pa barabarta, raporti Osobe Odiri thotë janë pa barabarta. Foljet dhe mos foljet janë shumë të qarta. Veprimet po i presim ne, nga krau tjetër, kjo me drejt nuk bllokon dot Partinë Demokratike për të ecë përpara, për të rinovuar, për të bërë më mirë, për të punuar më mirë. Ka një zgjim Partia Demokratike. Kemi nga mbrapa. Jo ku kemi pamjet. Ka një zgjim dhe duhet punun këtë drejtim. Në një riorganizim dhe një ripunim për të dhënë ofertën më të mirë të alternativës qeverisë. Sepse ju përmendën një term, thatë qeveria në hije. Po. E përmendën termin. Po. Qeveria në hije është absolutisht një vegël shumë e mirë, një manovër shumë e mirë për të ofruar. Ta them çfarë doja të thoya për t'i ofruar njerëzve direkt. Edhe ndoshta një ekip të besueshëm, ndoshta pa pozicione të sakta, por ajo vija e parë që po, vërtet nuk pëlqej Sali Berishën, por Ilir Ali Mehmetin e di që nuk do të jetë i sulmuar i PD-s. Kjo është arsyeja pse përdoret qeveria në hije, pse ekziston dhe pse përdorin shumë shtete dhe shumë opozita, përdorin në shtetet demokratike, përdorin qeverinë në hije. Sepse po të kishte qenë vetëm për program, ne kishim program të shkëlqyer. Po patjetër, kemi rënë dakord. Po duhen edhe kush do e zbatoj këtë program. Pra jo vetëm program, që është halli më i madh i PD-s. Që janë dy hallka. Bie dakord që është halli më i madh i PD-s. Unë mendoj që politika, sidomos si po zhvillohet sot, ka të bëjë me dy elemente kyçe, figurat dhe shtresat e ndryshme të interesit dhe si përfaqësohen ato. Po, Bregu, para se shkoj këtu me reklamat, ndoshta dish 2-3 minuta se ta. Shiko. Pra, çfarë është për ne Partia Demokratike sot? Çfarë është Sali Berisha në kuadër të logjikës dhe arsyetimin politik që bëri Ali Mehmeti? Shiko, unë e besoj doktorin, zotin Ali Mehmeti, në pikën që thot se zoti Rama duhet iki. Edhe këtu bie dakord dhe filloj të arsyetoj nga kjo pikë, por vete deri një farë pike me zotin Ali Mehmeti dhe pastaj unë aty nuk mund të eci dot me të njëjtën logjik politike. Pse? Edhe unë mendoj që zoti Rama është në pikën më të keqe të karrierës tij politike dhe duhet të iki. Problemi është kush do ta detyrojë të iki, sepse nga sjellja e tij politike e 2-3 javëve të fundit, ai të lëtë kuptoj që nuk dëshiron të iki. Pra ne themi duhet të iki dhe ai vetë mund të ndjejë që është në pikën më të ullët kritike, por nuk jep asnjë sinjal që do të iki. Përkundrazi të lëtë kuptoj që do të rri me këmbgulje. Atëre, në momentin që ne themi që duhet të iki dhe ai nuk jep shenja që dëshiron të iki, pyetja që bëj unë është kush do ta imponoj, nuk po themi detyroj, se është pak e fortë, se e vrasë si koncept, kush do ta imponoj zotin Rama që të bëj një hap pas. Vektori parë që mund ta imponoj zotin Rama të bëj një hap pas është opozita. A është opozita sot e fuqishme, e moralshme, e organizuar
që ta imponoj zotin Rama të bëjë një hapas, jo. Edhe zoti Ali Mehmeti tha pak më parë që ne në pranverë do bëjmë riorganizimin. Pra, logjikisht ne duhet presim pranverën që Partia Demokratike të bëjë riorganizimin dhe pastaj që të imponojmë Ramën të bëjë një hapas, është absurde si logjik, sepse Partia Demokratike është vonuar në të gjitha proceset, e kemi thënë këtu në këtë studie, jo vetëm që është vonuar në të gjitha proceset e saj të organizimit, por ka qenë edhe pasinqert, po them unë. Pra, Partia Demokratike ka probleme të brendshme sot. Vetë zoti Ali Mehmeti që përfaqëson në analizën time atë vektorin më të emancipuar, qytetruar, etj. Votuar, bashkë me një grup kolegësh tjerë, ka ngritur disa çështje për mua problematike, mund t'i ngrinin edhe më me forcë, por janë kujdesur që të mos shkaktojnë përçarje. Dhe del leadershipi i Partisë Demokratike dhe ju sulet këtyre i bën fërtele. Pra, Partia Demokratike ka akoma probleme të brendshme. E dyta, Partia Demokratike, e ta mbaroj logjikën, Partia Demokratike ka probleme me faktorët e tjerë opozitar, nuk po i bën bashkë. Ne kishim 2 protesta në bulevard dhe i liruan vendin njëri tjetrit. Kur Partia Demokratike duhet gjej forcën, argumentat, kartën morale që t'i bëj bashkë gjithë faktorët opozitar, se po nuk i bëri bashkë, nuk e imponon dot. Po, nga ana tjetër ka një problem me ndërkombëtarët. Pra, Partia Demokratike nuk e bën dot të që të imponojë zotin Rama. Atëre shkojmë te faktori i tretë. Faktori i tretë që mund ta detyrojë zotin Rama që të bëjë një hapas është ndërkombëtarët. A do ta bëjnë, a janë mërzitur aq shumë ndërkombëtarët me zotin Rama sa ti besojnë prap zotit Berisha? Këtë nuk e dim, po unë dyshoj që jo, nuk janë mërzitur deri në atë farpik. Dhe faktori i tretë që unë shpresoj që mund të ndodhë realisht është vetë Partia Socialiste. A ka fuqi Partia Socialiste? Lëvizje e brendshme. Ka zëra, Partia Socialiste ka mendje të mençura dhe ka zëra, a do ketë Partia Socialiste fuqi që të imponojë zotit Rama të bëjë një hapas, ku di unë, të bëjë qeveri teknike, të bëjë zgjedhjet parakoshme, të nxjerrë prap një socialist në krye të partisë, po të bëjë vetë një hapas. Këtë nuk e dim, do ta shohim. Zgjedhjet parakoshme i fiton, pastron edhe këto hallet që ka tani. Po mirë, nëse i fiton atëre me meriton qeverisë Shqipërinë, se ne nuk kemi nat personal me zotin Rama. Nëse i fiton, po çështja është që zgjedhjet të bëhen të ndershme. Jo, nëse i fiton, po nëse i fiton se s'ka opozit, po them unë, jo po nëse i atëre fiton. ky është destini jon, të qeverisemi nga Partia Socialiste. Çfarë problemi ka? Nëse zgjedhjet janë të lira dhe të ndershme, çfarë problemi ka që i fiton Partia Socialiste? Ne diskutojmë nëse zgjedhjet. A do kemi qeveri më të mirë? Po, unë besoj që po. Gjithsesi, një ushtrim i demokracisë do ta përmirësoj, jo në të gjithë skakierën politike do ta përmirësoj qeverisin. Shumë shkurt, reklama rikthehem pas pak. Mirë, jemi rikthyer sërisht me zë Ali Mehmeti dhe zotin Bregu, e zauruam të pjesën e Partisë Demokratike, bijem dakord Ali Mehmeti që të ndalem pak tek ai volumi i letrave? Jo, ne bim dakord që s'bim dakord për ca elemente. Unë kur përmenda pranverën, përmenda termat statutor. Proceset që ndodhin, i çojnë proceset deri në pranverë, po nëse dëshiron kryesia i bën që mbas një jave. Drejt. Nuk është se ka vështirësi ta bëj këtë. E ke fjalën për proces formal. Se procesi real kërkon kohë. Riorganizime, po. Po, kërkon kohë. Sa kërkon? Jeni të bindur juve, neve në shumë pak kohë, se ju përmendët pak më parë, a bashkojnë forcat e tjera, as bashkojnë. Dhe unë të ja fare mirë ushtrimin që u bë për Tiranën me zotin Binaj. Dhe aku u bashkun, në shumë pak kohë, në 6 ditë. Nuk ishte aq kohezion, por u bashkuan, jam dakord, por kohezioni nuk ishte aq i shëndetshëm. Sepse kishte tek tuk... Sepse kur bën punë të shpejta, nuk janë kur perfekte. Prandaj thash që... Po edhe të presim perfeksionin, përjetësisht nuk funksionon. Por, ja ku e keni ushtrimi, dhe ushtrimi ka qenë vetëm fund tetorit. Nuk është se ka... Nuk ka pse të shkojmë larg. Gjërat e mira kur duan të bëhen dhe shpejt. Por unë ju përmenda një term që është statutor. Mirë, për termi statutor, mund të bëjë që në vend Berishës si e dikush tjetër, ka gara aty, guxon kush ta bëjë këtë për shembull? Më falë se u përgjigja para doktorit. Nëse dikush dëshiron të garoj, garon patjetër, kush e ndalon të garoj? Thamë ne për Salianin, po ku çfarë tani? Nëse dëshiron të garoj, mund të garoj, nuk është problemi aty. Çështja është njëci kërkojmë neve Edi Ramës, që kërkojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe pastaj fitoft më i miri, ky është parimi, ky është dhe parimi brenda partisë politike. Po të paktën ne bëjmë zgjedhje se Partia Socialiste zgjedhje nuk bën.
Por ne kështu e kemi. Tani, formati jonë është ky, dhe ne jemi shumë të qartë që kemi përgjegjësinë më të madhe opozitare të mundshme. Megjithatë, që ka një forcë tjetër që nga më organizuar e tjera, po patjetër, jemi parti pro pluralizmit. Jemi ne partia pro pluralizmit. Që çdo forcë ngrajnë ekipin e vet, ngrajnë programin e vet, i drejtohet njerëzve nëse arrin mbështetje, shumë mirë. Ky është parim bazë. Fjalia e fundit, nëse ma thua shkurt, ikën Berisha? Kur? Së është asë me fjali, është me i fjallë? Është me i fjallë. Kur? Ali Mehmeti, të shfrytëzoj unë për këtë vit, këtë dalje në MCN të fundit, pastaj besoj se takohemi më për buxhetin e Tiranës. Po. Nuk është se kam prekur, kam prekur me kolegët tuaj, por sigurisht që për mua shumë pak është prekur. Po, unë e kam shumë të rëndësishme për shkak zhvillimeve në Tiranë, për shkak jo vetëm se jetoj në Tiranë, për shkak parave që ka Tirana në dispozicion, edhe për shkak të ca gjërave që nuk bëhen dhe nuk bëhen edhe pse ju keni kërkesat tuaja, edhe pse ju keni dëshmuar që po, gjithë bëheni bashkë për është çështja për të mirën e kryeqytetasve, këtë herë ju, po e them unë dhe mund të më kundërshtosh, ju zerruan, as ju a morën konsiderat fare se çfarë amendamentet. Po, as më përpara si kanë bërë. Kur nuk i kanë bërë, as qeveria nuk i kanë marrë parasysh. Unë mendova se ndoshta ka ndryshuar diçka në mënyrën e qeverisjes me qeveria i s'është asnjë gjë. Sepse është Edi Rama vazhdon të jetë Edi Rama. Në normalitet, ë? Edi Rama vazhdon të jetë Edi Rama. Është lidhje ka Edi Rama bashkë? Ja ju a them ose ç'lidhje ka. Unë një pyetje kisha kur u bë puna për gjithë çështjen e buxhetit që ja drejtova zonja Sirstani. Dhe pyetja ishte shumë e thjeshtë. A keni ju kompetencën ligjore për të paraqitur buxhetin pranë Këshillit Bashkiak? Po. Pra keni hartuar një buxhet, a e keni këtë kompetencë ligjore? Jeni e deleguar ju për ta bërë këtë gjë? Përgjigjja është nuk kam autoritetin për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje. Pra jo s'ka as autoritetin për të dhënë përgjigje pyetjes, jo më të prodhoj projekt buxhetin. Zgjidhni një gjë. Dhe pyetja e madhe është, a është ky buxhet tash i vlefshëm ligjërisht? Legjitim. Se kjo është pyetja e madhe. Pra, kryeqyteti i Tiranës nuk e din a ka një buxhet legjitim, a ka i kryetare legjitime, po kjo është pyetja e madhe. Kjo është ligjore, le ta zgjidhin juristët këtë pjesë dhe gjykatat. Unë nuk do doja kurrë që të bllokohet buxheti për Tiranën. Do të thotë bllokohen gjithçka për gjithë ne. Po penalizon goxha njerëz që vërtet shkojnë për te politikës, duan të marrin shërbimet, po. Dakord, sepse ne kemi politizuar pushtetin vendor aq shumë, sa që tash vujmë këto situata këtu. Dhe atëherë dhe Partia Socialiste en blok hedh gjithë amendamentet, as nuk i voton fare amendamentet, jo për t'i lexuar 29 amendamente. Se mund bëjnë një nga ato. Patjetër, jam i bindur shumë prej tyre janë mirëpritur edhe prej tyre. Unë minimizova, po që si logjik kur i vës. Ata marrin një urdhër politik që s'do pranojmë asgjë, edhe pse në Z pastaj jashtë kamerës atje pranojnë që disa prej tyre ishin pozitive. Se kjo është e vërtetë. Edhe koleg pastaj diskutoni edhe pas. Po patjetër që po, se unë besoj që ato duan të keqen e qytetit. Nëse hyjnë aty dhe duan të keqen e qytetit, pastaj vaj me det. Po, thjesht nuk janë zot dalin për të urdhër politik. Po jo. Eksakt, është politizuar shumë dhe sa të jetë Edi Rama kështu do jetë. Tani çfarë ndodh? Ne kishim një buxhet, po kishim edhe për 2025 një buxhet neve. Dhe pyetja e parë kur ti ndërton buxhetin për vitin pasardhës, shef dhe vitin ku je? Dhe çfarë ke bërë? Dhe patëm një buxhet që është realizuar vetëm masën 36%. Atëherë të pa zot për të shpenzuar këto para, çfarë ndodh? Dhe kishte një term aty, thonte 110, se unë kam këtu gjithë buxhetin. Thonte 110 milion euro të trashëguara, 110 miliard lek, po rrumbulla kosim 110 diçka më shumë, 110 milion euro të trashëguara thonte. Si të trashëguara, kush ja trashëgoi ty? Nona apo baba? Janë marrë nga takset tona, si ke përdorur, mos si ke bërë të mira, kaq. Dakor, edhe ti qush të mbartura prapë është dështim. Do të thotë që ti si e aftë administrosh paratë që t'jepen. Dhe një nga pikat kyçe për shkak ishte strehimi social. I kishim buxhetu 15 milion euro dhe me vota opozite, se ne mbështesim strehin. I është shtu 45 milion euro gjatë vitit dhe kanë harxuar vetëm 6.7 milion euro për strihimin social, ndërkohë që nevoja është e madhe. Tash po ti hyni juve detajeve, do shihni që në total kanë ul me 20 milion euro investimet, që edhe nuk i realizojnë dhe i ulën tash. Taksat i kanë shtu, investimet i kanë ulë. Dhe ku kanë shku këto pare tani? Shtohen 18 milion euro, shtohen në shpenzime personeli. Pra neve, Bashkinë e Tiranës, i bie, e konsiderojmë si zyrë punësimi, jo si zyrë që jep shërbime dhe investime. Po zyrë punësimi, pra vetëm investo ka njerëz. Dhe shtu me 16.5% shpenzime dhe personelit. Po ti marrën disa, nëse ju do më lejoni, disa programe kryesore. Një kryesorja është shërbimi publik vendor, për këtë ekziston,
qeveria vendore. Ka pas 70 milion euro fillim vitit, ka harxhu vetëm 30 milion euro. 40%. Kujdes. E di çfarë thot? Thot që në vitin e ardhshëm do ta uli me 21% investimin këtu, po ama personelin do ta shtoj me 17%. Lexova këtu. Thot për strehimin social që e kapa dhe pak më parë. Kopshet e këto. Do dalë aty. Strehimi social thot që ka realizuar vetëm 15%. Thot do ta ul me 13% 25, do ta ul dhe me 12% më pas nga 25. Shkojmë ke planifikimi urban vendor, i cili është realizuar 19%. E di sa do uli 66% investimin këtu. Dhe 27 do uli edhe 28% tjera. Buxhet është ky? Shkojmë ke për kujdesja sociale. Do ta uli 30% si vjet investimin dhe disa do e bëjnë 27 sa e ka parashikuar këtu. Unë shpresoj të jetë gabim i madh kë. Për 27 është parashikuar 0 lek. Se është dhe projekt buxhet afatmesëm, dhe ishte jashtë dhe shtrati 28. Do dohet ishte lapsus, pse është? 0 lek për kujdesja sociale. Parti Socialiste, kjo partia majtë, Pa di. atëherë, mbështetja për zhvillimin ekonomik vendor, minus 28% në krahasim me 25-ën, investimet. Se ka bërë Lali këtë, se ka bërë Velia këtë. Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorëve, nëse se ka bërë, le ta hedhë në gjykatë. Nëse nuk e hedhë në gjykatë, do të thotë që bie dakord me këtë. Dakord. Shërbimet, siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorëve, shërbime bujqësore, minus 57% investime. E thash se Lali për propagandë e bënte ndryshe, edhe sikur. Ore, po ai nuk e zbatonte. Ai mund vetë lek, po ato 110 milion euro të mbartur, janë nga i viti që menaxhonte ai. Po. Ashtu. Kështu që programi i arsimit të mesëm për jesa e kapët këtë, minus 8% këtë vit që vjen dhe minus 29% vitin tjetër. Arsimi parashkollor, minus 3% këtë vit që vjen, minus 57% vitin mbrapa. Ky është vizioni. Vizioni është mos të ketë investime, mos të ketë shërbime, të ketë vetëm punësime. Qofse neve pranojmë këtë lloj vizioni, do të thotë që neve bashkinë e kemi kthyer në zyrë pune, nuk ka lidhje fare me shërbimet që ne duhet marrim, nuk ka lidhje fare me politikat, nuk ka lidhje fare me zhvillimin e qytetit, me një plan urban, me një vizion për të ardhmen, ka lidhje vetëm për me shpërndat ca rroga, ca njerëzve. Që janë vota pastaj ato, Jo, nuk është puna ke vota, puna është se ca njerëz që pastaj s'bëjnë as si punë, se s'ka lek për investimet. Produktivitetin, tani. E peqa u bënte të akshe. Si do e masë është të akshe? Se këtu edhe e matë. Këtu edhe e matë akshe se ma do të fare. Nëse neve angazhojmë njerëz cilët prodhojnë dhe bëjnë investime dhe çojnë përpara diçka shumë mirë. Po, dakord jam. Por këtu shihet shumë qartë që vizioni thjesht majca njerëzve thjesht mbaj aty sepse pastaj investime s'ka. Çfarë po bëjnë? Shiko, situata në Bashkinë e Tiranës është aq komplekse sa ajo shpreha e Nyjes Gordiane nuk është asgjë përballë kësaj situate, që do të thotë që çfarëdo lloj logjike të përdorim ne për të shpjeguar dinamikat e Bashkisë Tiranës nuk funksionon. Nuk funksionon as logjika juridike, është një lëmsh midis SPAK-ut, GKK-s, gjykatës kushtetuese, as logjika politike, Rama do, Bashkia s'do, Këshilli Bashkiak, dhe as logjika administrative. Kështu që në këtë situatë tërësisht atipike dhe jo logjike, aty mund të ndodhë çfarë të mundet dhe askush nuk marrë përgjegjësi, se në fundit zoti Ali Mehmeti thotë që është përgjegjësia e zoti Velia, po përgjegjësia e zoti Velia është në një mas sigurimi, është në burg ku ushtrimin e të drejtave e ka të kufizuar. Po, le ta kontestoj. Dakord. Ta zgjidhë, në fund ditës është çështje e tij, po. Kjo, domethënë, jam dakord me ju se ju përdorni arsyetim politik, po unë po them asnjë arsyetim nuk i shkon në situatën deri në fund. Unë kam përkuar që ai të largohet, pikërisht sa do krijoheshin këto probleme. Patjetër. Prandaj tash kemi një mbivendosje të aspektit juridik, politik etj. Unë nuk di ta komentoj shifrat e buxhetit, por thjesht rri në këtë planin makro sepse çfarëdo lloj aty mund bëhet çdo lloj gjëje dhe s'mban përgjegjësi askush. S'përdorin parat, më nuk përdorin parat. Ja ju a them unë. A e dini juve që gjobat e qarkullimit janë realizuar 170%? Bashkisë to. Gjobat. Nuk e di, po i shoh policë të bashkisë që... E kemi hallë gjithë. Po, nuk e di sa përqind, po hallë kemi. Se është dhe një zë, gjobat tjera është realizuar 182%. Apo ato bëhen. A e dini ju që incineratori është realizuar 100%? Investimet për ne janë realizuar 36%. Ato shkollat me drek, se si bën këto?
Jam Se s'ka zënë buxhet, Nuk Ja, si ka vënë zënë Nuk po e kundërshtoj konstatimin tuaj. Sepse shoh në lagjen... Se është e rëndësishme. Po për mua është e rëndësishme, se fëmijët sot ikin në orën 12, shkojnë after school, nuk shkojnë do në të lagjen time Kemi një që projekt është në pilot, qendër ndoshta për Tiranës, rreth 12.000 nxënës. kanë plas ujërat e zeza. Po. Sot që flasim, po. Ka dhe qendër shtetësore, ke njësia administrative numër 5 me ujërat zeza të plasura brenda. Po, pra ky është problemi. Që është e sapo ndërtuar. Po, ky është problemi. Desha me hyrë mikro. Jo se s'kemi kohë, dhe unë do t'ju mbledh dhe janar për këtë që ta diskutojmë se hallet e Tiranës janë hallet me shumë kënaqësi, por mund të shtroj vetëm diçka. Kjo që prekëm. Jeni e vetmja studio që ka diskutuar buxhetin e Bashkisë Tiranës. Dhe më vjen shumë keq që shumë studio tjera janë marrë fare dhe merren me gjëra shumë përcipta dhe nuk hynë në diskutimin që na prekin të gjithëve. Faleminderit. Po shkollat me drejtë si bën? Se s'ka vënë buxhet. Se e kanë zënë në fjalë, po s'ka vënë buxhet. Ja pra ku i ka 110 milionë euro të trashëguara. Te liçeni, në Astir, po na e bënin një shkollë, se pa shumë buxhet me detaje. Po puna është që kur mbarojnë, po jo mos është mjafton, se ka studiuar. Në fakt shkollat bëhen me taksën e përkohshme të arsimit që u bë e përjetshme. Ja pra ju a them unë tash, taksa e përkohshme nuk është më për këtë viti. U mblodh 10 vjet. Po, për 26. U mblodh për 10 vjet, po ku janë shkollat? Se taksa iku, shkollat ku janë? Duhet ta kërkojmë. Unë kam bërë një investigim te Ina Media në lidhje me këtë gjë. E kërkuam neve, po nuk e ku i kërkon kur s'janë. Shko kërkoje sa dush. Po, jam dakord. Shkollat s'janë. Ka abuzime në këtë taksë. Bjem dakord që buxhetin në janar pasi të shijoni dhe këto festat, aq sa mund t'i shijojmë se të gjithë do jemi në punë, ta risjellim sërish së bashku me detaje. Me shumë krejtësi ju falenderoj. Aliveri di edhe batuta dhe autogolet që janë bërë, sepse kam ndjekur me interes këtë. Për të çështja e shpenzimeve nga zëra Aristani me gjithë respektin si femër që drejton, por sigurisht s'është momenti për ta cituar, po besoj në janar do të risjellim të gjitha këto detaje. Faleminderit. Gëzuar festat. Gëzuar dhe ju. Faleminderit dhe ju që na ndoqët. Ju uroj fundjavë të këndshme të hënëm. Do të jemi sërish këtu së bashku në orën 10.